Në kuadër të 1 majit, ditës ndërkombëtare të punës, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Shkodër Besmir Lesha zhvilloi një takim me themeluesit e shkollës së parë private të Arti Guzhinës në Shkodër, një institucion model që ka fituar reputacion si lider në arsimin profesional në rajonin verior. Gjatë vizitës, Lesha vlerësoi rolin e kësaj shkolle në certifikimin e kuzhinierëve, pastiqerëve dhe masterchefave, të cilët sot janë pjesë e tregut të punës jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Malin e Zi dhe vende të tjera europiane. Inshallah që kanë marrë rrugtimin si Ginis, inshallah veç mira në i përdi. Unë kam nevojë me ditë diçka në lidhje me këtë art guzhinës që ti furnizon jo vetëm Shqipnin, por edhe Malin e Zi, apo edhe vendet ndryshme të botës që dalin prej duarve dhe mendve tuaja. Unë përëndaj si Gizgell artin e guzhinës, në për një 8 vjeçari në treg. Një si përmores ja ka fillu prej një prej pasionit dhe prej 2 djemve 3, sigur janë unë edhe i shok i ngusht jemi edhe Sameli. Dhe u provojmë tregun e Shkodës në shumë restorante, sigur edhe atje edhe pjesën e Malezi e mulojmë edhe pjesën e Ropës. Fatmirësisht edhe prej mbështetjeve, prej miqve, prej dashamirëve, prej bashkisë, prej të na. Ja rru më thonë Gjon Mot kryesor prej aftësive i herë. Kena punu mirë. Fatmirësisht kena dhe mbështetje, kena dhe prumje dhe djemë të ri, sigur kanë ikë, po kthehen, po shohin edhe interesin si ka po edhe Shkodra për zhvillimin, për turizmin si atuar, sigur shumë mirë e dim se turizmi ka fillu që është heret, që është marë, se marë dhe të torë në norë, fatmirësisht kena tanë vidin, për faza si a faza ma mira, faza e verë, se na mbështesim çdo restorant, pjesën e Shkodrës, pjesën e Alpëve. Fatmirësisht që na bëhet si zyrë punët, si operojmë në tregun e Shkodrës.